Përshëndetje të gjithëve, unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe sot do të përgatisim së bashku një byrek super të thjeshtë dhe të shpejt, mund ta bëjë çdo njeri dhe ato që janë fillestar do të ketë shumë pak peta, por jo nga ato petat e holla dhe nuk do keni nevojë të përdorni shumë oklarin. Prandaj shpejt fillojmë nga puna. Sot më ka ardhur vjeri me vjerën dhe me që janë dhe ato thash po bëj një byrek që ta hajnë nga duart e nuses, nuk e di e keni vënë re apo jo pasionin tim për dekoret. Dhe sot kam bler këto degët e ullirit bashkë me këtë mbajtsen e frutave. Për brumin e byrekut do të bëjmë të parin brumin, do na duhen 500 gram miell, krip, pak fare vaj ulliri dhe ujë. Brumi përgatitet shumë thjesht, gjithashtu dua të theksoj se ky është nga to byrek që bëhet ndoshta nga gjithë llojet e byrekëve që bëjmë, do më pak yndyr. Prandaj ato që ankohen gjithmonë për yndyrën, le të shohin këtë recetë me kujdes. Gjithashtu dua t'ju kujtoj, nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe e të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni sa herë postoj një recetë të re. Tek mielli do të shtojmë 1, 2 deri 3 lugë gjelle vaj ulliri, do shumë pak. Do të shtojmë gjithashtu 1 lugë çaj jo plot me krip. Dhe tani do fillojmë të shtojmë ngadalë duke punuar brumin, 250 deri 300 ml ujë. Do të formojmë një brum disi të brumin e kemi gati, pra na duhet një brum disi i fort, por gjithsesi elastik dhe jo ngjitës në përduar. Do e ngjeshim duke u ndihmuar me pak miell për 5 apo 10 minuta dhe tani do e lëm pushim. Byrekun do e bëjmë me qep, domate dhe mish të gryrë. Është një ndër byrekët e mi të preferuar, ndërkohë që brumi pushon. Brumit i duhet të paktën 10 minuta të pushoj, ne do të përgatisim mbushjen ndërkohë, nëse pushon më shumë nuk prish punë. Tani shpejt zhvendosemi tek përgatitja e mbushjes. Kam shtuar në një tigan pak vaj ulliri. Dhe këto qepët që kam këtu në fakt janë qep të ngryra, që unë i griva para ca ditësh se nuk doja të më prisheshin. Mund ta bëni si me qep të njoma edhe me qep të thata, 3-4 kokra qep të thata apo një tuf me qep të njoma. Këto qepët që kisha unë ishin të njoma, por që kishin të formuara kokra. Që unë i kam ngrirë dhe i kam lënë në ngrirje. Do i ka urdisim për 5 deri 7 minuta sa fillojnë të zbuten pak, sepse realisht janë të njoma. Ndërkohë, për të ndihmuar qepën të zbutet edhe më shpejt, do i shtojmë një lugë çaj me krip. Pasi qepa na zbutet pak, do të shtojmë rreth 300 gram mish të gryrë. Tani mishin bashkë me qepën do e kaudisim mirë derisa mishi do të na ndryshojë ngjyrë. Mishi është skuqur shumë mirë dhe tani do të shtojmë 3-4 tomate. Unë i pres në copëza disi të mëdha, sepse kam qef që shija e tomates të ndihet, por kjo mbetet në dëshirën tuaj. Do e lëm gjellën në zjarr dhe do vazhdojmë të punojmë brumin, sepse siç ju thash, nuk është se ka nevojë të pushoj shumë. Ndërkohë ne merremi me brumin që ta mbarojmë byrekun sa më shpejt, por unë do i shtoj edhe pak piper të zi. Shtimi i erëzave është me dëshirë, unë pëlqej piperin e zi, gjithmonë e shtoj, sidomos kur ka mish. Edhe vazhdon të bëhet gati aty, ne do merremi me brumin, kemi ardhur këtu mbi banar. Do e ndajmë brumin, do ndihmojmë me pak miell, nëse na ngjit në përduar. E punojmë me shumë pak miell. Dhe tani brumin do e ndajmë në 12 pjesë të barabarta. Ky byrek do të ketë vetëm 6 petë mëdha, 3 poshtë, mbushja në mes dhe 3 peta sipër, por teknika është shumë e veçantë dhe shumë e lezetshme, prandaj ju ftoj që ta ndiqni me kujdes. Me sy mundohemi të bëjmë 12 topsa të barabarta. Që të gjitha pjesët e brumit do i formojmë në kulaçka. Thjesht duke i mbështjellë kështu.
I japim pak formën me duar. Të gjitha pjesët e brumit i kemi bërë gati, tani për hapje nuk do të përdorim më miell, për këtu kam 20 Do i spërkasim me pak 20 dhe me secilin top do të hapim 12 petë të vogla, pak a shumë sa përëmba ose pak më të mëdha se përëmba. Ja, kaq duhet t'jenë. Petë do i vendosim këtu rresht, ndërkohë unë po vazhdoj dhe do ju tregoj se si do të veprojmë në vazhdimsi. Gjillën e kemi gati, do e fikim vetësin dhe do e heqim nga soba. Tani do i bëjmë petat dyshe me pak vaj ulliri ndërmjet. Do të marrim një petë, do të shtojmë pak vaj ulliri, pa të tepruar. E shpërhapim vajin e ullirit në një forcë, jam këtë forcën e silikonit që kam unë. Do i shtojmë pak fare 21 e bën petat që të hapen, bën më të shkrifte, bën atë byrekun krokant, kështu pra të gjitha petat, si që kemi 12 petë të vogla, duke i bërë dyshe, do na dalin 6 peta dyshe. I bashkoj këto cepat. Jemi të pjesa e fundit fare, shtrimi i byrekut, një tepsi e madhe. Kjo imja është 42 cm, nuk ka nevojë që tepsia e byrekut të jetë saktësisht e madhe njësoj. Do e lyejm me pak vaj ulliri dhe tani do vazhdojmë nga shtrimi i byrekut shpejt. Marrim një nga petat tona dyshe, spërkatim me pak 20 dhe tani do shihni se sa lezetshëm do bëjmë hapjen e petëve, praktikisht ky lloj brumi hapet vetë. Do e hapim jo shumë. Me këto oklajin, që ky është oklaiu më i thjesht për të përdorur, mund ta përdor çdo njeri, edhe ato që s'ja kanë idenë e hapjes byrekut mendoj, kujdesuni të hapni cepat. Ja. Pjem sa më fort në për cepa dhe nuk do e hapim plotësisht, edhe pak fare. Tani që do bëjmë hapjen e petës me duar. Mos më thoni që nuk dini, se dha as unë nuk kam ditur dhe akoma nuk e mbaj vetëm për profesioniste, por thjesht i ktheni duart kështu dhe sillni petën rreth e rrotull dhe ajo hapet vetë, nuk ka nevojë për shumë punë nga ana juaj, për shumë përpjekje, thjesht kapeni me kujdes dhe po t'jetë mielli i mirë nuk do t'ju griset, më besoni. Këtë petën e parë, jo petën e parë për gjitha petat, për t'i dhënë pak ajër, do i bëjmë pak më të mëdha se diametri i tepsisë, her pas here, të hiqeni kështu në të cepa, sepse cepat kanë gjithmonë atë tendencën që të qëndrojnë të mëdha, që të qëndrojnë të trasha, në famën kështu dhe bëhet shumë lehtë, shpejt, dhe të dalin të holla dhe byreku hapet për 5 minuta. Edhe pak fare do hapet, sepse tepsia janë shumë madhe. Dhe kjo peta e parë nga duhet disi e madhe, kujdesemi ta hapem kështu në përcepa. Bëhet shumë lehtë, më besoni. Tani kemi marrë tepsin dhe do të bëjmë shtrimin e petës së parë, mos u trembni në to shumë punë, nuk është dhe aq delikate. Do ja lëm pak cepat të ngritur dhe do i bëjmë pak rrodhosje. Kjo rrodhosje do japë më shumë ajër. Dhe tani në të njëjtën mënyrë do të hapim dhe petët e tjera. Do të bëjmë 3 petë poshtë me nga pak vaj ulliri ndërmjet dhe 3 petë sipër. Tani do të vazhdojmë me hapjen e petës së dytë. Pra,
po njësoj, pak 27. E hapim pak duke ngjeshur mirë në përcepa, nuk do hapim shumë, vetëm pak, nuk shkon fjoll, sepse edhe ka pushuar pak edhe struktura e brumit, teknika e hapjes të gjitha bashkë, bëjnë që brumi të hapet shumë lehtë. Pra jemi tek dyshja e dytë me 5. E hapim disi nolla dhe tani vazhdojmë hapim me duar. Bëhet shumë lehtë. Mjafton ta hidhni në duar dhe ndërkohë të hiqni pak edhe në përcepa, e kapni me duar kështu dhe thjesht e të hiqni. Është shumë e lehtë dhe praktike si metodë. Hapi sidomos vajza që jetojnë jashtë dhe nuk gjejnë ato operaji tonë të hollë. Plastik nuk ka nevojë fare që ta përdorni ato operaji në hollë. Do të shtojmë tek tepsia pak vaj ulliri. Kam vendosur edhe petën e dytë dhe kështu do të vazhdojmë edhe me të tretën. Po njësoj, asnjë lloj ndryshimi. Shtojmë pak vaj ulliri që tani dhe vazhdojmë njësoj me petën e tretë, jo pak shumë. Vazhdojmë me petën e tretë, e kemi bërë gati. Thjesht do shtrojmë. Dhe pastaj të vazhdojmë me 3 pete të tjera. Nuk e vendos mbushjen me njëherë. Kur të kem petën e 4 gati, do të vendosim mbushjen. Petën e 4 e kam gati, kështu që shtojmë biberek mbushjen. Kujtesemi që ta hapim në mënyrë uniforme kudo. Tani po vendosim edhe petën e 4 që e kam hapur shumë se çtu dhe është bërë shumë e hollë, por nuk prish punë sepse do e rrëdhosim këtu. Ndërkohë unë kam vënë që të ngrohet furra në 200 gradë Celsius me ventilim, sepse jo vetëm që piqet byreku shpejt, por edhe nuk na çulloset, bëhet shumë i mirë. Unë tani e palos këtë cepin këtu për të bërë mbushjen dhe sipër thjesht vendos 2 petet e tjera. Pak vaj ulliri pra. Ja dhe feta e 5. E fundit fare. Tani me një thik nga ana e kundërt. Do bëjmë pak mbylljen. Do i shtojmë edhe sipër shumë pak vaj ulliri. Tani do e kalojmë në furrë në 200 gradë Celsius me ventilim sa merr ngjyrë të artë në sipërfaqe, pastaj 10 minutat e fundit unë e kaloj poshtë fare furrës si të marrë ngjyrë sa më të bukur edhe poshtë. Shikoni pak byrikun ton, tani më thoni ju, a ja vlen mundi dhe lodhja. Ka dalë krokant, petët janë të holla, ka bërë këtë fryrjen fantastike që bën byreku kur bëhet i mirë. Presim që ta shohim si ka dalë dhe në brendësi petët hapen një. Ju
ju bëf të mirë nëse e provoni dhe nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe e të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni për çdo recetë të re.